Vllaznia fitoi 2-0 me Kuksin e Loro Boriqi, i quajtur si derbi i Veriut. Vendasit e Mireli Josës shënuan 2 herë në pjesën e parë. Pas ndeshjes foli për media trajneri i Kuksit Raman Allaçi, i cili theksoi lojën e mirë të tëtive, paçka gabimit të portierit. Patjetër që na mërzit, duke ditur për situatën që kemi kaluar, kuptohet ishim përgatitur pa të marrë fitoren, por edhe për një pikë, që është e vërteta, duke ditur që nuk është e lehtë të fitosh dhe të marrësh pikë në Shkodër. Mungonte qendrëshërmuesi jonë si pikë referimi siç është Barboza, por jo për justifikim, sepse kemi edhe pjesën tjetër të lojtarëve. Kemi si sulmues të parë dhe Rashitin që ka ardhur në momentet e fundit, por kuptohet i duan dhe disa sanca servitore që më pas të shikojmë ku jemi me gjendjen e tij. Ishim përgatitur që të fitoni mesin e fushës me 4 lojtarë në mesin e fushës, por her pas here të shikonim me parë nga brenda qoftë Johnson apo Bashës për të zënë befasi kundërshtarin. Mendoj që atë stil loje që e praktikuam në stërvitje, mendoj që filluam duke praktikuar gjatë ndeshjes, por me marrjen e golave situata u ndërlikuat. Inuzit i uroj suksese për ato gjëra që ka bërë tek vllaznia. Më bëhet çevje shumë për Inuzin, për formën që po kalon. Kuptohet ne nuk jemi të lumtur për situatën, Inuzit i uroj suksese. Thash me një pikë sot mendoj që situata do ishte pak më ndryshe sepse humbja rëndon shumë. Por kemi marrë përsipër që prandaj kam theksuar disa herë që ne kemi të qarta gjërat që duhet të largohemi nga zona e ftohtë, por duhet me kujdes sepse nuk mundesh dot kaq shpejt të largohesh nga zona e ftohtë, sepse edhe kundërshtarët janë të përgatitur. Me këtë humbje, Verlindorët janë në një situatë të vështirë në renditje në vendin e parafundit me 22 pikë.